Dëgjo zotri, unë jam kontributor për luftën e Kosovës. Me mu bëj kujdes ti nuk me mbush mendjen mu, ti nuk me mbush mendjen mua, të bësh pjesë luftën e Kosovës. Të bësh pjesë lirimtare të Adem Jasharit. Ashtu si do agjentura serbe dhe të bëjnë në media shqiptare është pa turpsi. Adem Jashari është heroj i kombit shqiptar. Me Adem Jashari, unë katro ti me ta, Adem Jashari, në vitin 1991, asnjë nga këto 4 krerët e UÇK-s nuk kanë qenë përfshirë në luftën e Kosovës dhe në organizim. Adem Jashari është shumë më i hershëm. Për Adem Jasharin, unë, ti dhe çdo shqiptar edhe të vdekmit nga varri du të çomin kam. Unë, ti dhe kushdo. Por, akuzohen që si drejtues të UÇK-s. Të përmenda deklasifikimin e dosjes Rugova, sepse këto krerë të UÇK-s e kanë sulmuar barbarisht Ibrahim Rugovën si tradhtar dhe i marrën peng nga Milošević. Ndërsa është fakt publik. Sot Deklarata e UÇK-s ndaj Sot Ibrahim Rugovës i shkojnë të gjithë të varri edhe këta që kanë sulmuar. Deklarata e 98-s e UÇK-s ndaj Ibrahim Rugovës është fakt publik. S'ka nevojë të klasifikohet. E di unë e di, ti e ke mendjen të shathimna e di, s'u ka mendjen të interesat kombëtare. Që të bëhet pis, do kesh mendjen tek ajo që pyes unë, sepse kjo është mendjen time e kam vesë. Po përmesh Adem Jasharin. Sot kombi shqiptar ka arritur që me shumë mund të tejkaloj ndasit e luftës dhe të shoj edhe UÇK-n, edhe Ibrahim Rugovën si drejtues të pavarësisë Kosovës. Ka arritur që ta mbuloj. Dhe kthimi i përçarjeve dhe bërje pisë e UÇK-s, sikurse do thosha edhe një gjë po të bëj pisë Ibrahim Rugova, që janë teza serbe. Të dëgjojnë nga ju këtu është e paftur. Kemi qenë të gjithë kundërshtar për raportin e Dik Martin. Dhe unë të thash Shqip, edhe e përsëris 100 herë. Nëse Hashim Thaçi dhe 4 drejtuesët e UÇK-s bëjnë edhe një ditë burg për luftën e lirisë Kosovës, haram për gjithë drejtsinë botërore. Për atë po akuzohen pra. Të lutem një sekondë. Të lutem, merre fjalinë në kontekst. Po e ke parë për çfarë akuzohen? Jo, të lutem. E ke parë më për çfarë akuzohen? Nëse drejtësia e Hagës ka qoftë edhe një material për luftë brenda njëri tjetrit, o zotri, nuk ka njësur tani etimi ta thuash, ka mbaruar etimi, është dhe pretenca. Ata akuzohen që gjatë luftës Kosovës janë vrarë. Shqiptar katolik, thoshte prokurori. Bënda përçarje edhe fetare. Thoshte që janë vrarë serb e rom e shqiptar kundështar si të akuzuar si utbash. Të lutem. Dhe për këtë ka faj kupola. Unë nuk e akuzova. Kjo është akuza që është ngritur ndaj tyre. Nuk e akuzova, por thash, nëse vërtet... Po si nëse vërtet, nuk kjo është akuza. Më jo, ti po thua pse mbroje këta të kadë nga kjo akuzë. Gjo, Prenqit, lutem të kalojmë që të flasim. një ndër familjet që i ka akuzuar është familja Gërvalla. Nuk i ka akuzuar individualisht Donika Gërvalla. Si? Donika Gërvalla. Individualisht, a? Po nuk e kam akuzuar nga asnjë tjetër. Po Alil Geci që ka qenë bashkë luftëtar? Unë vje keqë apo tani po flasim për Alliqë? Mirë, se do kthehemi tek ka qenë pjesë e UÇK-s. Bido. Për komunikatë numër 58. Me mirë kuptim, Bido. Dhe është gjallë, ishte gjallë. Bido. Dhe nuk vdiq. Unë nuk po ja akuzoj zotri. Unë përkundrazi jam në krah dhe kam marrë pjesë në protestat të gjitha në mbrojtje të drejtuesve të UÇK-s. Por nëse vërtet qëndron një qoftë edhe një, Zoti më shiroft. Okej, lutem. Do kërkoja pak më mbajtjen e këtë